nuk të këshyrshin si këtu që shkëshyrin, që që kanë halani mentalitet vogël, adin që thojnë veni vogël me një vogël. Po tash kanë fillu me përparu njerës, kështu që është shumë stani mirë, se po dalin e stane. Edhe atje filluam i pa njerës që punojnë, nuk mund është me najti atje pa punu, së është shumë shtrajt banesa, ushqime, edhe u bona tepër punëtore edhe ma e vendost, ma e përkushtume. Pra atë mundë me thonë që kanë qenë hapat e tu në profesionale me gjithë përkushtime. Po, kështu që kretë t'i kësha sugjeru, bëne një sfit ma të vështirë njëtë për me arrit diçka ma shumë. Pa e provu që atë vështirën, problem. Nuk e dinë që këto tirat kanë qenë të leta. Po. Tani e shes sa let e ke pas me shumë stane, edhe unë e vetë jam tip që kom qef me sfidu vetën. Po. Dishka ma të vështirë me bo që kur të është një stanë ma i letë, se bëj... Dhe me të vërtet e gudzem shumë, është ku këtë një tjetër vend, vetë mu balafashu, është mundu me thonë që ka qenë një tranzicion i vështirë, sepse do të më përgaditë edhe mentalisht. Po. Edhe në fakt jë mrujt edhe në shumë aspekte, se kur jeni vajzë e re, mirë, në shkollë, më nëshme gabu, po në e kom zgjedh me punu me ndjerës, apo kupton? Me ndjerës, me punu, me kry shkollën, mi bu krejt vetë. Ka ndodhë me vetë në është anë rrugë me shoqën tem, në Londër, një natë kemi me vetë në rrugë, për shkak që ku kemi banu të një banes, me qira, fillimi i jetës tem atje, ala studente isha, ala pa letra, edhe i kena shku me banu me një banes të shtetit të një gru, a pëden? Edhe asaj a murën banesën, e mshelën, edhe na metëm jashtë, na zdishim kur gja, me kofira në për Londër. Të isha, asa interesant, po nuk u dëshprojsha, po të isha sa mirë, ka ma keq, ka ma zërë. Edhe na kena ujtë me shku dikon, me na strehuna i kosh, a pëden, por na, ta më femna, a pëden, vetë mi bu krejt edhe me duru, mundu mi bu sanet vetë, pi zerës. Edhe ma ndina shkum të një shoqe, fatmirësisht shoqni sa dush, shoqe shumë e mirë, po du me thonë që së më ka ndodhë mu me me të ashtu në rrugë, sanet, këtë vlefsh, me qaj kom pas, mrena me qërë, që kanë pëshela, saj pëse ka lëshu banor, ajo u shku pëse diku dikon, edhe na me të në sanet aty mrena. E vëhatat kam betë? Jo, i kom marë, po kur kom shku me marë sanet, krejt atu me firmë, që i kom pas, asë njës i kom pas. Po, që shto jeta, dhe me thonë, nuk e ki gjithmonë lulle, perfekte. Vina shku me banu, su kofa, jo, na studente, neve na u ka dasht një hapsir, dishka një dhomaste. E po du me thonë që i kom kalu në për shumë peripeti njët, që më kam bërë shumë të fort. Du me thonë, ndryshimi jam prej një aktorës, modelës Kosovë, me një vend këtë tjetër, që s'kom ditë halas me folë mirë, po, më kam pritë shumë mirë, tepër, më kam vlerësu, që unë jem aktore, më kam vlerësu, edhe atje nuk të lojnë për shambull, kër e shojnë që e kini talent, ose po dhe në folë në shkollë, sa isha anglisht, ata nuk lojnë që atë level, të shojnë manalt. Atje është një mirë që i përkrahin të rritë, i ngriten, jo milion, dhe me thonë, të na, dikush më rinë qash nalë, që si të shojnë mënor me shkel, e kundër ta është atje. Kështu që, pavarësisht që kom dru venin, është shumë e vështirë, se është ma vetëmi, ma ndryshe si Kipren, po ajo më kanë dimu shumë, më bo që kësot që jam, ma ndena edhe kur kom kriju familje, edhe ma fort.